Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakojemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak të rregulloren. Domethënë Rogerti ka patur disa etapa ditën e sotme të grindjes, të luftës që në fakt është bërë brenda në shtëpinë e Big Brotherit, mes Nicole, mes Brikenës, mes Selin në fakt tenton, por Selin siç duket që nga dalja e gimbos nga shtëpia nuk është se jep lukse Rogerti që të krijojnë debate dhe tematika dhe kjo gjëja Rogertin e shikoj që e acaron, e revolton. Tani çfarë po ndodh? Nicole është vajza që fatkeqësisht, unë dua të them, është më e rrezikuara në këtë pikë të lojës për të dalë nesër mbrëma nga shtëpia, pasi që banorët tashmë janë më agresiv. Unë në fakt në këtë javë i kam pritur më entuziast, kanë qenë shumë të qetë, kanë qenë shumë të heshtur, por Rogerti nuk ndalon së përdoruri mënyrën që ka përzgjedhur që ta luan këtë lojë. Edhe ditën e sotme, edhe ditën e dieshme, do me thënë e kishte në dukje, duke i thënë Nikolës që ti je një vajzë e cila preferon shtratin e një mashkulli, ti je një vajzë që shkon me një mashkull, do me thënë forma të këtilla të shprehjes, por nuk e le edhe me mirin pa e cituar që unë e njoh shumë mirë Brikenën, apo unë e njoh shumë mirë Selin dhe unë e di se kush është Selin dhe çfarë femre është. Tani, pyetja që më është bërë më së shumti nga publiku është kjo, Tiron, kur Rogerti thyen të gjitha rregullat dhe kur Rogerti do me thënë përdorën gjuhën më të keqe, që realisht nuk duhet përdorur, nga kjo gjuhë që shumë banor kanë lënë shtëpinë me përzgjedhjen e vllaut të madh, jo me vendimin e tyre. A duhet e njëjta gjë të vlen edhe për Rogertin? Duke i parë ngjarjet e fundit në fakt se çfarë po ndodhin brenda në shtëpinë e Big Brotherit, unë mendoj që tani produksioni është duke e luajtur kartën e saj të dytë. Do thoni cila është karta e dytë? Karta e dytë është suporti kundërdrejt Rogertit. Opinionistët nuk e godasin më Rogertin, pa marrë parasysh se çfarë Rogerti do të flet në atë shtëpi. Do me thënë Rogerti, nga të gjithë banorët që kanë qenë në Big Brother, flasim që nga Big Brother i parë deri më sot, ka patur më shumë suportin e produksionit për të folur gjithçka. Tani, unë mendoj që produksioni tenton që Rogertin ta nxjerrë fitues të këtij spektakli dhe në këto javë që kanë mbetur, do me thënë edhe në këtë 30 ditësh, pasi që do të shkojmë në 150 ditë, do mundohen që ta nxjerrin një anë të Rogertit që Rogerti nuk e ka nxjerrë asnjëherë të vetën. Do me thënë atë qetësinë, atë anën shpirtërore që Rogerti gjithmonë e ka përdorur. Por, pyetja është, a do ndaloj Rogerti së ofenduari? Unë mendoj që Rogerti ofendimin e ka në natyrën e tij, do me thënë, është njeriu i tillë që kur del nga vetja i thot të gjitha ato fjalë. Nuk jemi këtu në aspekt loje. Do me thënë, karakteri i Rogertit është ky. Karakteri i Rogertit është të ofendon, të denigron, të poshtërson, e ka këtë tipin që unë jam unë dhe askush nuk mund të jetë si për meje, askush nuk mund të jetë përveç meje, jam unë ai dhe unë do të luftoj për të qenë në pozicionin në të cilin jam. Dhe mendoj që kjo gjëja, duke mos patur një banor tjetër më të fortë se Rogerti në shtëpi, duke mos patur një banor tjetër që të krijojë dinamika, e nxjerrën Rogertin që pa marrë parasysh çado që të thotë, produksioni e ka në interes. A duheshte për ofendime që ju bën Nicole apo ofendime që po i bën Selinës të vazhdueshme, edhe pse Selin siç duket e ka bojkotuar Rogertin dhe kjo gjëja po e vret Rogertin. Do me thënë, Rogerti u mundua ka 2 ditë që të përfshi Selinën në debat, u mundua që ta ofendon tek veranda e Big Brotherit, nuk ndodhi, u mundua që ta ofendon tek banaku i Lori Kafe, nuk ndodhi. Do me thënë, u mundua që të merr vëmendjen e Selinës dhe Selin nuk ja jep vëmendjen fare. Do me thënë, Selin ka ndaluar së bëri lojën. Është në një lloj qetësie që qëndron brenda në atë shtëpi, kur i vërsulen, ju vërsulet, por me Rogerti nuk merret. Dhe Rogerti tani s'kishte se çfarë të bën më me Selinën, do me thënë me ofendimet kundërdrejt Selin, filloi të ofendon dhe të degradon Nicole. Do me thënë Nicolin filloi duke ofenduar pafund. Dhe për mendimin tim nuk është e bukur që ti, një vajzës në një moshë të re siç është Nicole, ti thuash fjalë që realisht familja e saj kur i dëgjon edhe shqetësohen edhe mërziten.
Tani, a do të ketë Rogerti këtë lloj qetësie nga banorët, këtë lloj bojkoti, le ta themi, sepse ai ka arritur më ta kupton deri diku që Selin nuk ja var fare, pa marrë parasysh çado që thot ai për Selinën, domethënë nuk është se kanë rëndësi më, domethënë Selina është bërë imune ndaj këtyre fjalëve në një kuptim, por siç duket ai godet Nikolin vetëm për të krijuar dinamika. Tani, a është Rogerti lojtari i produksionit? Unë mendoj që po. Nga mënyra që produksioni e ka mbështetur, vazhdon ta mbështetën, edhe kur Rogerti ofendon dhe denigron, sepse këtë javë me gjuhën që ka përdor Rogerti javë më parë bie që s'ka fol asgjë, domethënë, asnjë lloj denigrimi, asnjë lloj ofendimi. Dhe kjo gjëja e bën Rogertin që të jetë pak më në një lloj, si ta themi, vetmie të mbyllur që këtë e acaron më shumë se çfarë do të bëj unë dhe si do të shkoj unë në finale. Por produksioni po mundohet që ta mbështet dhe produksioni po mundohet që ta suporton. Produksioni e ka falur shumë Rogertin, domethënë mendoj që nga shtëpia i kanë nxjerr banor që vërtet kanë patur vlerë dhe kanë bërë një lojë shumë interesante, banor që krijonin dinamika, banor që krijonin diskutime. Tani Rogerti nuk ka më me kë do diskuton dhe unë e di që acari i tij do fillon të bëhet edhe më i lartë, sepse shpeshherë ua përdor banorëve fjalën nuk shkohet në finale duke fjetur, nuk shkohet në finale në gjumë, dhe mendoj që Rogerti do fillon të ofendoj edhe më tepër banorët për të arritur qëllimin e tij. Çfarë do të ndodh me produksionin? A do të ketë më Zarfa të Zi? Në shtëpinë e Big Brotherit mendoj unë, duke bërë logjikën që Zarfat e Zi kanë mbyllur kapitullin e tyre, Zarf të Zi nuk do të ketë për Rogertin. Rogerti thjesht do të jetë banori i cili do të kujtohet në për të gjithë Big Brotherat që ka patur dikur një banor që e ka fituar çmimin e madh duke ofenduar dhe duke poshtruar të gjithë banorët e tjerë. E shoh që Rogerti e dëshiron ta bën lojën me Selin, por Selin që pas daljes së Gimbos është përfshirë krejtësisht në ato emocionet e veta dhe nuk po los fare, domethënë ja ka djeg krejtësisht lojën produksionit. Dhe duke ditur që është produksioni i lidhur me Rogertin dhe po e manipulon krejtësisht lojën, unë mendoj që Rogerti nuk ka më se çfarë të bën dhe do fillon që të provokon banorët një nga një. Banorët nuk është më se ndikohen nga loja e Rogertit, nuk është më se ofendohen nga loja e Rogertit përpos Nikol, e cila nuk arrihet do ta kupton, domethënë, se si funksionon loja. Mendoj që produksioni do tenton edhe disa herë që të nxjerrë atë të keqen më të madhe te Rogerti, të paktën edhe në javën në vazhdim, duke i thënë në dhomën e rrëfimit që mundo të jesh pak më atraktiv sepse na ka rënë shikueshmëria, por në fund do bëjnë atë anën më interesante që do nxjerrin anët e bukura. Por realisht nuk është e bukur që të tolerohen ofendimet kundërdrejt një femrës, një vajzës, siç po bën Rogerti tash me Nikol, që domethënë e kanë në shënjestër me ofendime. Si e gjikoni ju këtë ngjarje?